Ditën e djeshme në lagjen Vojokushi dyshohet se për shkak të një shkëndije elektrike ka rënë zjarr në banesën e marrë qira nga shtetësja HL 42 vjeçe. Si pasojë janë shkaktuar dëme materiale, po punohet për dokumentimin e shkakut të rënies së zjarrit. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit AN 21 vjeç dhe ES 20 vjeç, të dy banues në Shkodër, pasi u kapën duke drejtuar motomjet pa leje drejtimi. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Malësi e Madhe referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit AK 44 vjeç, pasi ka kryer punime ndërtimi pa leje, dhe NC 54 vjeç, pasi ka shpërdoruar një sipërfaqe toke në fshatin Gry Klugje. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialet në prokurori për vlerësim pasi mbrëmjen e djeshme është paraqitur në Spitalin Rajonal të Shkodrës shtetasi GG 59 vjeç, i cili dyshohet se aksidentalisht është dëmtuar lehtë me mjet përerës. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.